Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botën, lëngu i shegës shëron këto sëmundje, ja mosha që duhet ta konsumojë urgjent. Vlerat e lëngut të shegës për shëndetin në përgjithësi dhe për lëkurën në veçanti janë të pamohueshme. Të gjithë ekspertët e mirëqenies bien dakord se lëngu i shegës funksionon si nektar për organizmin. Në fakt, ngritja në piedestal e shegës është krejt e justifikueshme. Ajo na jep një nga lëngjet më të mira për shëndetin e njeriut. Shega renditet në listën e shkurtër të disa frutave që kanë në të njëjtat vlera si format e plota edhe në formën e lëngut. Sipas Elsajt, lëngu i shegës mund të ofrojë cilësi maksimale të antioksidantëve. Ato mund të shumëfishohen në momentin që fruti shtrydhet dhe nxjerr lëngun fantastik. Në aspektin e vlerave, lëngu i shegës dhe fruti në përgjithësi renditen krah buronicave dhe çajit dieshil. Një gotë e vet me lëng shege ofron 40% të dozës ditore të acidit folik, vitaminën A, C dhe E. Lëngu i freskët ose i sapo shtrydhur i shegës nuk ka të krahasuar me lëngjet e paketuara. Kjo për faktin se në varietetin e papërpunuar ai përmban sasi maksimale të vitaminave. Sipas Elthisajt, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lëngut të shegës. Lëngu i shegës është i mirë për shëndetin e zemrës. Lëngu i shegës ka ndikime të jashtëzakonshme në shëndetin e njeriut, por kur vjen puna te zemra, ai është i mrekullueshëm. Vitaminat dhe mineralet ndihmojnë elasticitetin e arterieve dhe ulin inflamacionin e enëve të gjakut. Lëngu i shegës zvogëlon impaktin e arteriosklerozës që është nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve në zemër. Ai ul rrezikun e bllokimit të arterieve dhe pengon qarkullimin e gjakut në zemër dhe në trup. Me fjalë të tjera, lëngu i shegës e mbron zemrën nga bllokimet e padëshiruara. Ai ul nivelin e kolesterolit të keq dhe rrit nivelin atij të mirë. Lëngu i shegës do të forcojë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Lëngu i shegës ka vlera të fuqishme kundër bakterieve dhe mikrobeve që bën atë një aleat i fortë për sistemin imunitar. Substancat fantastike që përmban lëngu i shegës luftojnë bakteriet dhe mikrobet që kryesisht gjenden në gojë dhe shkaktojnë kavitete dhe infeksione të ndryshme. Lëngu i shegës është një burojë shumë e mirë kundër plakjes. Një ushqim i pasur me lëng shege ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes duke zvogëluar rrudhat, të cilat shkaktohen nga ekspozimi i vazhdueshëm në diell. Lëngu i shegës gjithashtu ndihmon në rigjenerimin e qelizave të lëkurës dhe parandalon pigmentet e tyre dhe shfaqjen e njollave në lëkurë. Lëngu i shegës përmirëson shëndetin e lëkurës. Lëngu i shegës arrit prodhimin e kolagjenit dhe elastinës që tendosin lëkurën dhe parandalojnë formimin e rrullave në fytyrë. Kolagjeni dhe elastina janë të domosdoshme për një lëkurë të mirë, të pastër, të tendosur dhe pa rrulla. Sipas informacioneve të Elthisajt, kur fibra dhe kolagjeni dhe elastina dobësohen, lëkura varet dhe humbet forcën e saj. Nëse pini një gotë me lëng shege çdo ditë, do të keni një përmirësim të dobishëm të lëkurës. Lëngu i shegës ka përfitime të mira edhe gjatë shtatzanisë. Lëngu i shegës është jashtëzakonisht me vlera për femra shtatzana. Është një burim i përshtatshëm i vitaminave dhe mineraleve. Përfshirë këtu acidin folik që është një element thelbësor për një dietë të pasur dhe të nevojshme gjatë shtatzanisë. Vlerat antiinflamatore të lëngut të shegës sigurojnë një qarkullim të mirë të gjakut dhe është thelbësor për zhvillimin e përgjithshëm të fetusit. Lëngu i shegës është një burojë shumë e mirë edhe kundër rënies së flokëve. Nëse pini lëng shege rregullisht do të keni flokë të fortë dhe plot me shkëlqim. Substancat që gjenden te shega parandalojnë rënien e flokut dhe japin atyre shëndet dhe shkëlqimin e munguar. Dhe mbi të gjitha, nëse konsumoni sheg dhe lëng shege, kujtoni që po bëni organizmit tuaj një të mirë të madhe, pasi po i ofroni atij të mira të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit. Lëngu i freskët që sjell të mira shëndetësore nuk ka përse të jetë vetëm i gjelbër. Lëngu i shegës përmban 100 fitokimikate dhe mirave të tij që ky frut mund të përdoret edhe në shëndetin tuaj. Në ditët e sotme studimet kanë theksuar se lëngu i shegës sjell të mira për shëndetin. Lëngu i këtij fruti ndihmon në parandalimin e radikaleve të lira, rrit sistemin imunitar dhe rrit pjellërshmërinë. Ja cilat janë të mirat që mund të merrni nga lëngu i shegës sipas Brightside. Ai përmban antioksidant. Shega është e mbushur me fitokimikate dhe këto janë antioksidantë të fuqishëm.
Lëngu i shegës përmban nivele të larta të antioksidantëve më shumë se shumica e lëngjeve të tjera. E pabesueshme, por lëngu i shegës përmban 3 herë më shumë antioksidantë se vera e kuqe dhe çaji i jeshil. Ajo është i pasur gjithashtu me vitaminën C. Lëngu i shegës përmban 40% vitaminën C që ju duhet në bazën ditore. Lëngu i freskët i shegës përmban maksimumin e lëndëve ushqyese për vitaminën C. Parandalon problemet e Alzheimerit. Antioksidantët që përmban lëngu i shegës besohet se ndihmojnë ngadalësimin e sëmundjeve të Alzheimerit, si dhe mbrojnë kujtesën. Tretja do të përmirësohet. Lëngu i shegës ndihmon në reduktimin e inflamacionit në zorë dhe përmirëson tretjen. Ky lëng mund të jetë i dobishëm për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zorëve, citon Elthisaj. Ka veti të mira antiinflamatore. Lëngu i shegës është një burim i fuqishëm antiinflamator për shkak të përmbajtjes së madhe të antioksidantëve. Shega mund të zvogëlojë gjithashtu inflamacionet e të gjitha llojeve në trup dhe të parandalojë stresin. Është e mirë për shëndetin e zemrës. Lëngu i shegës ndihmon edhe personat që vuajnë nga problemet e zemrës, mbron zemrën dhe arteriet. Studimet e fundit kanë treguar se ky lëng përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në parandalimin e kolesterolit në arterje. Përmirëson gjithashtu edhe presionin e gjakut. Pirja e një gote me lëng shege në përditshmëri ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Megjithatë, ai ka veti të mira antivirale. Meqense përmban vitaminën C dhe vitaminën E, shega ndihmon në parandalimin e shumë infeksioneve. Në testet laboratorike është dëshmuar se shega është një antiviral. Studimet kanë theksuar se shega ndihmon në infeksionet e viruseve më të zakonshme. Ajo është e pasur gjithashtu me vitamina A. Përveç vitaminës C dhe vitaminës E, lëngu i shegës është një burim i madh i acidit folik, kaliumit dhe vitaminës K. Pirja e një gote me lëng shege në përditshmëri përmirëson kujtesën, kanë theksuar studimet e fundit. Lëngu i shegës ndihmon në parandalimin e stresit dhe rrit pjellshmërinë. Stresi është ndër faktorët kryesorë që ndikon në uljen e pjellorisë te femrat. Sipas studimeve të fundit është theksuar se ky lëng ndihmon në zvogëlimin e stresit. Për një kohë të gjatë, shega është përdorur si një lehtësues në lindjen e mesme për diabetin. Edhe pse mund të përdoret në mënyrë të rregull, ai mund të stabilizojë gjendjen tuaj, por duhet të pihet gjithmonë me kujdes për të evituar kështu gabimet që mund të përdorni edhe nga konsumi i tepërt. Të mirat që vijnë kur hani sheg janë provuar shkencërisht. Shegët kanë aftësinë të mbrojnë shëndetin dhe të ofrojnë përfitime unike. Gjithashtu, shega i përmban tërësisht elementet e saj ushqyes dhe gjithashtu mund të lehtësojë nga një sër komplikacionesh. Të mirat që vijnë nga konsumi i shegës janë të larta për shëndetin. Të dhëna sipas Elthisaj thonë se lëngu i shegës do të ulë rrezikun në shfaqjes së radikaleve të gjirit dhe ato të prostatës. Vetëm 30 minuta pas ngrënies së shegës, aktiviteti ynë rritet me 32%. Shega shuan etjen, nxitoreksin dhe përmirëson gjithashtu edhe tretjen e mirë të ushqimeve. Por cilat janë përfitimet e të ngrëni sheg çdo ditë dhe çfarë ndodh me organizmin tuaj pasi e konsumoni atë? Shega arrin të pengojë prodhimin e estrogjenit dhe të paktësojë rrezikun e shfaqjes së problemeve të gjirit. Studimet kanë treguar se konsumi ditor i shegës ul nivelin e inflamacionit të prostatës dhe hap rrugë drejt shfaqjes së problemeve. Shega ka aftësinë të parandalojë edhe problemet të rënda të radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se shega dhe ekstrakti i saj mund të përbëjë edhe një faktor të mirë në shëndetjen e zemrës. Lëngu i shegës mbron kolesterolin e mirë nga oksidimi dhe rrjedhimisht e mban zemrën tuaj më të sigurt. Shega është një burim i mirë i polifenoleve antioksidantë të fuqishëm që parandalojnë radikalet e lira dhe dëmet e tyre në enët e gjakut. Shega përmirëson funksionet e trurit, mban larg sëmundjet e Alzheimerit dhe një studim shkencor mbi rolin e konsumit të shegës dhe ekstraktit të saj ka cituar rëndësinë e madhe në shëndetin tuaj. Përdorimi i lëngut të shegës dhe konsumi i frutit të saj do të jetë një plus i shtuar në shëndetin tuaj. Gjithçka që ngelet në dorën tuaj është konsumi i tyre në mënyrë të rregullt dhe brenda sasive të rekomanduara. 250 ml lëng shege çdo ditë ose 2 deri në 3 kokra çdo ditë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.